طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam, nga Ibn Qayyim al-Jauziyja. Zakonisht librin e Ibn Qayyimit mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam e shpjegojmë rreth din vllaznia, po poshtë arsyeshme që masi shkurt pimojmë derset këtu ka 20 minuta, mi bë 2 derse, 35-40 minuta të dyja mi bë. Ndërsa në rreth se poshtë arsyeshme që më fol për edukimin e fëmijëve inshallah. Se kum po shama prindër caktuar që domethën pak po janë neglizhent me fëmijët e vet, e është mirë domethën pak me mësu ato pikat, ato rregullat e edukimit të fëmijëve. Sonte jemi si shtam tek mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në javën e kaluar kemi folur për argjentin, kemi folur për kënan, për Fatihan, për shiun. Sonte do të flasim për Kur'anin si shërues. Domethënë Kur'ani është shërues. Vllazni është keq kuptu që fjalët e Allahut ndikojnë tek njeriu vetëm në aspektin shpirtëror. Ka sihir, ka magji, ka mësysh, ku e diune, haset, gjërat shpirtërore, depresion, ankthë, na themi ky është veç për Kur'an. Mirë, po kur nuk na ka shku mendja që Kur'ani ndikon edhe në smundjet organike. Një për argumenteve është, a e dini, kur një prist një fshati e ka ngrën, e ka kafshu akrepi, me çka e ka shëruaj, e ka kuru, me suratul Fatiha. Me suratul Fatiha, i cili disa dit i ka këndu, edhe ja ka kërku 100 dele. Pse ja ka kërku 100 dele? Pse si kanë dhonë, si kanë lonë konak, si kanë bo konak. Edhe osmuj ka thonë qërbe që ata që nuk i bom konak, këqyre mos ka dikush që bon rukje. Ata kanë bo rukje me Fatiha vllazni o shëru. Me Fatiha o shëru. Ka pas prej djetarve, kanë pas dhimbje të kokës, apo jënë smu në Mekke, se zakonisht kur shkon në haq, ndryshimi temperaturës, ndryshimi kilimës të kap, apo smu është. Me Zemzem edhe me Fatiha jënë shëru. Ona spekimi që ati man të fort. Spekimi të vëkullin e fort. Për atë arsye edhe nuk shërosh. Se me pas të vekullin e fort në Allahun Azza wa Jall, me Zemzem edhe me Fatiha shërosh me lejen Allahut subhanahu wa taala. Allah i madhërisëm ka thonë, që ka thonë, ne kemi zbritur Kur'anin që shërim dhe mëshirë për ata që besajnë. Për ata që besajnë. Për ata që zbesajnë është kot për ta. Po, mundet edhe të jo besimtari me ndiku Kur'anin nëse një gjin e ka sulmu, largohet gjini se së ne duron gjini. Apo Kur'ani dhe mund të largohet me lena Allah subhanahu wa taala. O njerëz thot, juve ju ka ardhur një këshill Kur'an e mira nga Zoti juaj dhe një shërues për atë që gjendet në gjoksin tuaj. Po ashtu Kur'ani është ilaçi pa diskutueshëm për çdo lloj të smundjes. Nëse vllazni e lexojmë Kur'anin me qëllim të shërimit, nuk ka smundje që Allah Azza wa Jall nuk e shëron. Dhe qëllimi do të jetë për shërimin e smundjeve, qoftë shpirtërore, qoftë organike, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Unë para do dite e bona një ders, realisht duke fol për mjekësinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe këtë çështja e kancerit, e tumoreve. A dini vllazni që ulemaja, Sheh Ibn Bazi, edhe ky bashkori Sheh Sulejman ar-Ruhaili, hafidhahullahu taala, thonë që një pjesë e kancereve është prej gjinëve. Një pjesë e kancerit është prej gjinëve. Fillon si mësysh, dikush të ka inat, xhelozi, që unë i them këtë vllaznive, mos qitni foto, mos qitni foto, sepse i bukur, i mirë, pasuni, elhamdulillah, njerëzit kanë sy, edhe muj me të smu. Qaj mësyshi pastaj, vjen si mësysh, pastaj shëndrohet në sulm, në
çështjet e kancerit. Ne kemi pas raste. Kemi pas raste që dikush edhe ka vdek prej gjinëve shkaku i kancerit. Ka fillu si mësysh, pastaj me kalimin e kohë, Allah na rujt. Se na edhe kretë sunruemi çdo sa s'mujmë më rujt. Se e din njerëzit filoni fistekin sen, po me dëshirë, me letë Allah që të mundohemi që të rujmë vetët tona. Mirë po, a ka shërim? Po ka shërim, elhamdulillah që e kemi Kur'anin. Më thonë e kemi Kur'anin, falë Allahut azza wa jall, kemi Kur'anin, edhe lexojmë Kur'anin dhe Kur'ani është shërues me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot nëse sëmuri e shfrytëzon siç duhet ilaçin që përmban Kur'an dhe e përdor atë mbi smundjen e tij me besim, sinqeritet e pa më të voglin dyshim, ndërkohë që i kryen zbaton të gjitha udhëzimet, dije se nuk ka smundje që mund t'i rezistoj këtij ilaçi. Dhe më thonë, Kur'anit, si mund t'i rezistoj smundja fjalëve të Zotit? Veç kallëzomni mu. A dini ajetin kuranor që toka e qiejt apo malet s'kan mujt mi rezistu, po njeriu i ka rezistu. Në atë aspektin e ka pranu njeriu shpallin, subhanallah. Ndërsa toka se ka pranu, qielli se ka pranu. E mendon ti që ajo smundje mund me rezistu fjalëve të Allahut? Si reziston? S'mundet me rezistu. Nëse je i sinqert me Allahun gjatë leximit. Dhe jo rutinë me e bo. Thot pastaj, të cilat po t'i shpalleshin ndonjë mali, do t'a struknin dhe do t'a thërmonin atë. Edhe si kur t'i shpalleshin tokës, do t'a qanin dysh. Do t'a qanin dysh. Pastaj thot, ne kemi thënë më lartë se Kur'ani përmban thelbin e diturisë mjekësisë, ruajtjen e shëndetit, dietën dhe pastrimin nga substancat e këqija dhe për sa përket smundjeve që prekin zemrën, Kur'ani ato i përmend me hollësi. Tash e kemi trangujt apo kastravici i egër, si pikë e dytë. Në Sunen e Tirmidhiut shënohet se Abdullah ibn Gjaferi ka thënë, pejgamberi hante kitha, thot me hurma të pjekura, kastravec i egër me hurma të pjekura. Na i kemi trajtuar më herët derset që pejgamberi sasam kur ka ngrënë për shembull një frut që ka qenë i nxehtë, njëkohësisht e ka ngrënë edhe një frut që është i ftoftë për një balancë me pas. Me pas një balancë trupin tënd. Dhe më thonë, a ka dallim mes hurmës edhe trangujve? Ka dallim. Diqysh se kap logjika, qysh be edhe kastravici edhe kjo më hongër bashk, se kap logjika, po për organizmin është e mirë. Ky lloj kastravici është i ftoftë dhe i lagësht në shkallë të dytë. Ai ul nxehtësinë e stomakut. Ta ul nxehtësinë e stomakut. Nuk prishet shpejt dhe qetëson dhëmbjet e prostatës. Ai shërben rastet ku përzihet, kur njeriu i përzihet, ndërkohë farat e tij janë diuretike. Farat e kastravicit qesin nevojë me dalë. Farat e kastravicit, nëse i hani, janë diuretik, dalish nevojë ma shpesh. Kur del nevojë ma shpesh, edhe tensioni rritet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kastravici i egër nuk tretet lehtë. Ndonjëherë ftohtësia e tij dëmton disa pjesë stomakut, për këtë arsye ai duhet të shoqohet me diçka që e zbut efektin e ftohtësisë. A pse? Subhanallah. Mo është i ftoft, tash mos miro lukthit si në sulm për një herë kështu, apo domethënë pjesës lukthit, atëherë çfarë duhet me marr për me pas një lloj balance? Pejgamberi sa ka thonë, apo e ka përdor hurmat. Hurma është e nxehtë. Nxehtë e ftoft për më bëni një lloj mesatarie në organizmin tonë. E mos e shumë smundje, po normal që shumë smundje, se s'po këshyrim, po ham si falçpesi hayvanati po. E nëse i këshyrim gjitha gjërat, të normalisht që do të jemi më të shëndetshëm. Ai mund të hahet dhe i shoqëruar me rrush të thatë ose mjalt. Kastraveci me mjalt. Kastraveci me mjalt apo me rrush të thatë për ta bërë më të pranueshëm për stomakun. Edhe nuk të prishet stomaku me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kisti indian, kista, keni dëgjuar kist? Keni pa kist? Bukur. Në dy sahihet është rrëfimi prej Enesit, që përcjell se pejgamberi sa ka thënë, kupat, hijamja dhe kisti i detit janë ilaçet tuaja më të mira. I ka përmend dy sene, hijamja dhe kisti. Imam Ahmedi sjell një hadith, sipas të cilit pejgamberi sa ka thënë, përdorni këtë dru indian, sepse ai përmban 7 lloje ilaçesh.
ndër të cilat një ilaç për plevitin. Ka dy lloje të këtij druri, kisti bardh që quhet kisti detit dhe kisti indian që është më i nxehtë i kësaj familje. Kistët janë të nxehtë dhe të thatë në shkallën e tretë, ata shërbejnë për largimin e këlbazës. Nëse e përdor, largohet këlbaza apo sekreti që vjen prej mushkrive apo edhe të ftohtit. Nëse marrin si pije, ato e ndihmojnë mëlçin, stomakun e kështu me radhë, ndërsa galeni e dini që është përmend më herët, thot kësti shëron tetanusin, dhembjet në brinjë dhe i zhduk puçrat me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Të krahasosh të pohimet që vijnë nga shpalla hyjnore me ato që vërtetojnë nga përvoja e eksperimentit, është një lloj si të krahasosh zotrin fisnik me një raja të rëndom. Çfarë do të thonë ky? Transmetimet që kanë ardhur, që të thotë Muhamedi alayhi salam, që kjo është për çeta. Ti mos dysho në fjalët e Resulit alayhi salam. Dysho të doktori apo të shkencëtari, merr me rezerva 100% mos thuaj që çashtu është. Sa ai ka bë me ulëmtim ato. Ai e ka bë me ulëmtim që sot disa bana janë heq pe tregut, apo deri dje e kanë marr, sot thënë vallai efektet pa dëshirueshme ka duhet mu hek ato ilaçe prej tregut. E çka boni ti dje, çka i boni militit? Kështu shihet që njeriu është gabimtar. Gjatë ulëmtimit mund të gaboj. Shkenca nuk ka diçka statike që nuk lëviz. Sot flet diçka, nesër e ndryshon. Ndërsa fjalët e Resulit alayhi salam, nëse vërtetohen se janë të sakta, me hadithe, me zinxhir të sakt, na kryet kjo mesele. A ka thonë pejgamberi sa për farën e zezë, që është ilaç për çdo smundje, u kry puna. Po vallai i përdorova që 1 muj, 2 muj s'po bën kur gjë herë. Po me 1 muj, 2 muj s'bën, është normal. Duhet me përdor me vite. Me vite kur përdor, krejt senet që i ki në organizmën krejt i regulan. A e ki vitaminën D poshtë, përdorën vazhdimsi farën e zis, kada ka dole ka me ta stabilizu. Nuk ta stabilizo për 2 ditë. Po kada ka dole, se në vazhdimsi, qoftë edhe pakt në vazhdimsi. A e ki B12 po e zonë poshtë, ajo ta stabilizon. A e ki sheqerin nalt, inzulinën ta stabilizon, glukagonin ta stabilizon. Hormonet i ki problem, kada ka dole ti stabilizon. Që kjo është që ti stabilizon kretë organizmin të stabilizon. Se na e kuptim qysh me kretë trupin për ase, për peshnush, po ma rrug dhe qysh fara e zis, shka mund me bo. O vllazni, qëto vitamina, qëto substanca që në organizm, qëto hormone, qëto sene, qëto ja indikon. I stabilizon qëto. Kur stabilizon qëto organizmi vetë pastaj, është fresh. Që kjo është ajo e mira e farës zis. Edhe vetë Resuli alayhi salam të ka thonë është ilaç për çdo smundje përveç plakjes dhe vdekjes. Andaj përdoreni secili prej jush, ose vaj, ose forazeza kështu, ose domethënë kështu që në kokra që bën hoxha sot edhe baca shpenzimi ka ato, të bën reklam. Edhe këto përdorni secili thjesht. Se dikush mundet s'mundet mi përdor kështu farat zeza që janë, dikush i ka me mjalt, ato i shumë të mira, sepse nuk e kanë shijen e keqe, dikush e ka vojnë, e rëndësishme me i përdor, është me i përdor për shnetën tënde, sepse çdo sen po hajmë. Nuk pekqyrim organizmin. Gjithsesi ne nuk mohojmë që një rol i rëndësishëm në efikasitetin e bornave dhe kurave luajnë dhe mënyrat tradicionale të invidit deri në takimin e radhës e kemi tek kallam sheqeri. Pastaj kemi rukjet për ethet, rukjet për shtatzanit e kështu me radhë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.